Në pjesën e fundit të emisionit të dashur shikues dhe siç ju lajmërova pak më herët, në këtë pjesë të emisionit unë kam të ftuar Ahmet Premçin. Zhvendosemi nga debati, diskutimi që bëm pak më parë për mënyrën, sistemin se si krimi e ka zaptuar jo vetëm jetën ekonomike, por përgjithsisht jetën në mjedisin ton. Kemi ndjekur një debat interesant mbi mënyrën se si është operuar prej shumë e shumë vitesh në atë që e quajtë mafja e tokës, për të shkuar tek një dimension tjetër për pa ikur tematikës, dhimbjeve, të krimit, të brengave, të dilemave, të mpleksjes së tij me politikën, me pushtetin. Mirë se vjen në drejt si shkrimtar Ahmet Premçi. Faleminderit për ftesën, kënaqësia është ime. Ju prej kohësh jeni njohur si përfaqësues i shtetit me uniformë, deri në detyrën e lartë të drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit. Ndërkohë prej vitesh tashmë keni shpalosur një dimension tjetër. Ku e gjeti polici Ahmet Premçi, shkrimtarin Ahmet Premçi? Në fakt, letërsia është nga pasionet e mia të hershme dhe unë kam botuar që në shkollë të mesme, që në fakultet kam qenë pjesë e gazetës Studenti dhe kam pasur këtë prirje, këtë dëshirë timen për të lexuar letërsi dhe për shkruar. Por ndërkohë që jam marrë me punë të vështira, si ju e dini shumë mirë, si keni punuar dhe vetë si ministri i brendshëm dhe nuk e ke luksin të merresh me letërsi aq më tepër të shkruash. Por me letërsinë nuk jam shkëputur asnjëherë. Dhe në momentin që unë u gjeta i qetë, më i relaksuar nga kërkesat e punës, ju ktheva atij pasionit dhe po përpiqem të jap një kontribut modest. Mund themi policia humbi një oficer të denj, oficer përfaqësues të vetin për të fituar letërsia një shkrimtar që sjell në këtë botë, pra në botën e letrave, realitete të përjetuara nga afër, po të transformuara në subjekte letrare, në subjekte artistike? Unë gjatë kohës së shërbimit në policinë e shtetit nuk e kam menduar që do më jepej mundësia që unë të shkruaja. Mirë po tani e shoh që ajo periudhë mua më ka shërbyer, është një thesar i madh dhe mua si pjesë e policisë së shtetit që kam qenë me që e kam këtë pasion, besoj që më takon që sa të mundem të shkruaj sidomos për këto tema, për oficerët e përkushtuar, për krimin, për dramat e mëdha që ndodhin në realitetin tonë sotëm, ku polici gjithmonë është përballë. Kështu që më lind si detyrim për ta bërë këtë gjë. Dhe po e bëj. Është Ahmet Premçi përfaqësues si një letërsie që mund ta quajmë letërsia e brengave? Po mbase, sepse vetë periudha që po kalojmë është i brengë e madhe, nëse do jetonim pas 50 vitesh dhe të mendonim këtë periudhë, është i brengë e madhe edhe për gjithë shoqërinë. Kështu që letërsia e ka rolin e saj për ta bërë këtë gjë dhe unë përpiqem ta bëj aq sa mundem në fushën time që njoh më mirë. Është indiferent Ahmet Premçi ndaj asaj që ndodh në pjesën tjetër të realitetit shqiptar? Jo, nuk jam indiferent, por besoj që unë si qytetar sot mund t'jap kontribut më shumë me këtë që po bëj, për të dhënë një memorie të asaj që kemi kaluar, sesa për qenë